Nisma kush e ka radhën insiston që pushteti të vendosë të ashtu quajturin e-inspektor. Ata zyrtarisht parashtruan kërkesë deri te qeveria, duke thënë se kështu çdo qytetar do ta di në çfarë objekti po ulet, ndërsa qëllimi është që të dihet nëse lokalet janë të sigurta. Това ќе биде страна каде што секој од нас ќе може да го напише името на субјектот на локалот каде што планира да пие кафе, да се забавува и така натаму, со што таму на таа страна ќе се објави цела документација, сите инспекцијски надзори дали се позитивни или негативни. Thonë se janë të gatshëm të ndihmojnë pushtetit për të realizuar e-inspektorin, por kanë edhe kërkesa të tjera, posaçërisht në pjesën e gjyqësorit, të cilat do t'i dorëzojnë në etapa. Një prej tyre është ndryshimi i mënyrës së dhënies së provimit gjyqësor, por nuk e di nëse do të marrin mbështetjen e partive në pushtet. Ние бараме сега поддршка од власта, од мнозинството, за да не ги усвои овие барања кои што се за доброто на сите нас. Од некоја политичка партија конкретно, мислам можно е да има, но тоа не значи дека они например би го имале мнозинството за тие да поминат во собрание. Nga kush e ka radhën, theksuan se ato nuk do të shndrohen në parti politike. Nisma filloi të funksionoi pas aksidentit tragjik të trafikut ku jetën humbi e reja Frosina Kullakova. Kërkesat e tyre filluan të rriten pas tragjedisë në diskotekën në Koçan, ndërsa për nesër paralajmëruan protestë para qeverisë dhe Këshillit Gjyqësor për shkak të, siç thonë, dënimit të ulët me burg prej 2 vjetëve që gjykata e Titovës ja shqiptoi vozitësit që goditi për vdekje e 22 vjeçaren Teodora.